Mirëmbrëma të nderuar shikues. Aleanca për shqiptarët me përfundimin e procesit gjyqësor përfundimisht pjesa apo krahu i quajtur deri më tani i Taravarit mori vullat e partisë. Me paraqitjen e djeshme të zotit Ziadin Sela, në paraqitje publike me paralajmërimet e tij për formimin e një partie të re politike, kjo vjen një situatë që plotësisht pastrohet tashmë situata e mjegulluar për sa i përket aleancës për shqiptarët. Çfarë po ndodh në kuvent, sa aktiv janë deputetët shqiptarë në kuvent, çfarë do të ndodhë në realitet me vazhdimsinë e deklaratave të kryetarit të gjykatës kushtetuese, si ka mundësi që një individ të ketë atë shumë imunitet dhe të arrijë që të lëkundë dhe stabilitetin e vendit, dhe temat e tjera sonte do t'i diskutojmë me deputetin e Aleancës për shqiptarët, zotin Halil Snopçe. Mirëmbrëma zoti Snopçe, mirë se erdhët. Mirëmbrëma Bedin, mirë se u gjete, faleminderit për ftesën. Po e filloj me këtë të fundit, në fakt me zhvillimit e fundit në subjektin cilin i takoni dhe përfaqësoni edhe këtu. Vullat i morët zoti Snopçe se ju takonin apo se gjykatësi ishte Maqedonas? Shqyra dhe Bedin, ne të kthehemi në këtë histori, mendoj se bëhet punë bajate. Kuptoni se çështja e vullave për ne çdo herë ka qenë çështje e pastër, aq më tepër që kuvendi i Aleancës për shqiptarët, kuvendi qendror i fundit, e kam thënë në emisionet kur ishte aktuale, kur ishte e freskët kjo çështje, kupton, kanë kaluar shumë kohë, mund numra të gabojmë, kupton, por normalisht në atë kuvent ishin deponu antarët e kuvendit qendror të Aleancës për shqiptarët në gjykatën themelore në Tetov. Dhe ai kuvent sa më kujtohet, është mos më kapni për fjalë se thash nuk është e freskët, kaloi një periudhë goxha e gjatë, më duket se kishte 133 apo 134 antar me emra mbi emra, kuptoni ose që është deponu nga ana e Aleancës për shqiptarët që kanë qenë në gjykatën themelore në Tetov, si çdo parti politike kur bën kuvent qendror kongresin, kupton, procedualet dhe antarët deponohen në gjykatë themelore dhe kur regjistrohet partia e njëjtë gjë bëhet. Dhe unë më kujtohet kur bë kjo ndarje, faktikisht 60 diçka antar të kuvendit qendror deponuam, notarizuam, pra shkum në notar me deklaratë të noterit, me nënshkrim të antarëve që faktikisht ato janë pjesë përbërëse të kuvendit të Aleancës për shqiptarët të udhëhequr nga Armen Taravari, i cili edhe atëherë ishte lider partie. Dakor, Armen Taravari ishte kryetar partie. Do me thënë, mbi gjysma e kuvendarëve. Do me thënë, mbi gjysma e kuvendarëve kanë deponu në shkrimin në noter. Mirë, po që atë kohë deri sot, në fakt, vendimi është marrë, nuk ka as 10 ditë prej kur është marrë vendimi përfundimtar. Dakor, po kishte një proces tu. Ka pas edhe ndryshime të antarëve, ka pas edhe ndryshime edhe brenda strukturës së zotit Taravari. Megjithatë, për ta pasur të qartë audiencën, sepse zoti Sela tha troç, kështu, vullat i mori zoti Taravari sepse gjykatësi ishte Maqedonas dhe do dihet se në favor të kujt do të merret vendimi. Rregull, tash unë nuk e komentoj deklaratat e zotit Selës. Realisht, unë nuk e di tash, s'kam nevojë që të komentoj deklaratat e zotit Selës. Unë e komentoj, domethënë gjendjen faktike, edhe një herë përmendi. Domethënë, kjo është një gjendje faktike, unë nuk jam jurist, por gjithë juristët dëshmojnë, faktikisht e konfirmojnë se kjo është një dëshmi e pakontestueshme dhe nuk ka gjykat që nuk mund të merret në konsiderat. Edhe çka ndodhi? Është e vërtetë që gjykata themelore në gjykimin e parë solli një vendim siç solli, të cilën ne ankimuam në gjykatën e apelit. Po gjykata e apelit përbëhet për 3 gjykatësve, nuk është një gjykatës. Dhe gjykata e apelit e ktheu në gjykatën themelore me rekomandimet përkatëse që gjykatësi në fjalë duhet të merr parasysh. Pra këto fakte me cilëve dhe faktin që e përmenda paraprakisht. Gjykatësi njëjtë përsëdyti nuk e ndroi vendimin, respektivisht nuk i mori parasysh rekomandimet e gjykatës së apelit, që është instancë më e lartë, dakord, dhe ka qenë i obligum të merr, dhe gjykata e apelit përsëdyti herë e kthen. Tash nuk e di arsye e ndrimit të gjykatës, por ndoshta edhe gjykata themelore ka sjell vendim që gjykatësi në fjalë nëse nuk i merr rekomandimet e gjykatës së instancës më të lartë, që thonë që asnjëherë nuk ka ndodhur diçka të tillë. Gjykata themelore dhe vendimi i gjykatës themelore dhe gjykatës së apelit mund mos përputhen, po në proces të dytë gjykatësi themelor zakonisht i marrin parasysh rekomandimet e gjykatës së instancës më të lartë apelit, që përvedhet për 3 gjykatësve. Dhe tani gjykata themelore e solli vendimin në fjalë në favorin e
Aleancës për Shqiptarët, që lider gjithnjë prej kongresit të fundit të Aleancës për Shqiptarët ka qenë Arben Taravari, normalisht. Pra i bjet që i keni merituar vullat, prandaj janë të kjo. Shqive, nuk dëshet të komentoj shumë e shumë këtë çështje, kupton? Sipas mendimit tim dhe sipas mendimit të juristëve është një fakt i pamohshëm që nuk mund të merret parasysh. Nëse gjysma e antarëve të Kuvendit Qendror japin deklaratë në noter se sipas jush ajo është dëshmi juridike, flasim dëshmi juridike. Dakor. Megjithatë tani me që vullat janë tek ju, Aleanca për Shqiptarët e udhëhequr nga zoti Taravari, pra kjo legalisht i bie që keni paralajmëruar që jeni në proces të strukturimit. A me vështirë është me rikoperu partinë, pra me ristrukturu, apo me ushkri në BDI? Asnjëherë nuk ka qenë temë diskutimi shkrirja e Aleancës për Shqiptarët në BDI. Dakor? Asnjëherë s'ka qenë temë diskutimi Aleanca për Shqiptarët, ka qenë pjesë e qeverisë. Unë kam qenë koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit dhe ne kemi thënë edhe publikisht zoti Abedin, jo se s'kemi thënë, edhe kur kemi qenë në pjesë të Vlenit, pjesë të qeverisë. Bile unë personalisht kam thënë në deklaratat e mia publike, në emisionet televizive, se nëse vin momenti të nëpërkëmbet interesat shqiptare, ne nuk do jemi pjesë e qeverisë. Po pastaj ju çortuan partia juaj. Nuk kemi mohu diçka tillë, Pasi e thatë këtë deklarat, ju çortuan nga partia juaj. Eksponent të partisë tuaj thanë që e ka dhënë në mënyrë të nxituar. Nuk kanë qenë eksponent të partisë time, kanë qenë disa eksponent të partive tjera në kuadër Vlenit. Eksponent të partisë time. Po, sepse kështu cilësuar se ka dhënë deklaratë të nxituar. Po normalisht, të nesërmen reagoi kryeministri Mickovski. Ju kujtohet deklarata e tij, sigurisht. Reagoi në mënyrë arrogante ashtu siç e ka stilin, siç reagoi edhe sot. Nuk i mbaj me zor, nëse duan të çndrojnë, le të çndrojnë, nëse nuk duan, ju qof rruga e mbar. Ju qof rruga e mbar. Po me njëri u përgjigja unë. Me njërë dash përgjigje. Dakor, Mickovski të ketë kujdes se çfarë deklaron dhe si sillet, dhe se ne nuk jemi servil ndaj politikave të tij, jo të ketë partneritet, ose faktikisht nuk jemi të obliguar me çdo kusht ne të çndrojmë, dhe ashtu e dëshmuat edhe në praktikë, sepse ky ishte fakt i pamohshëm, se ai me atë stilin arrogant edhe atëherë mendonte të sillet siç sillet sot me eksponent të Vlenit, dhe besa ka edhe sukses dhe ka efekt, se ashtu sillet ai, bile edhe sot në foltërin e parlamentit, ai pat si u përgjigj. Kishte polemika me zotin Rexhepi. Po si u përgjigj ai zotit Rexhepi? Thot e ngrem tonin se unë nuk frigohem, thot, ti mos mendo se frigohet dikush prej teje. Çfarë mesazhi do të jep ai? Pra mesazhi do të jep antarësisë së vet, pra në mungesë të rezultateve konkrete, në mungesë të projekteve konkrete, në këtë krizë të majme ekonomike ku nuk ka strategji, as taktik, as plan se si të dalim në ndihmë qytetarëve më të rrisë, ai sillet me arrogancë dhe dëshiron të fiton pika politike në kurisë të anti-shqiptarizmit atij, që maqedonësit thonë ja si sillet ndaj një shqiptari ky. Pra ai njësoj po që pastaj e zbuti me tone se tenton ta mësoj gjuhën shqipe. Jo, në rregull, ai çdo herë thot. Ama që ka 3-4 vjet, po njeriu kinezisht të mësoj për 3 vite. 3 vite kinezisht të mësojsh. Do të mësosh kinezisht. Po edhe non stop unë mundohem, edhe ai edhe ministri i arsimit, që unë mundohem të mësoj kështu me radhë, vetëm fjalë boshe. Pra njeriu nëse mundohet, po për 3-4 muaj ti do bësh ezbereve, për 3-4 muaj ti do mësosh 3-400 fjalë, nëse mëson 3-400 fjalë. Një fjalë në ditë të mësojsh, deri më tash do kishte mësuar 600 fjalë në këtë periudhë 600 ditore që është kryeministër, sos puna. Me 600 fjalë do kishte kapacitet komunikimi, po ai është mësuar me këtë sjellje arrogante, ashtu sillet ndaj eksponentëve të vendit. Ju kujtohet si dyer Bilal Kasamit nuk e la të flet, ju kujtohet kanosjet e tij përpara rrethit të 2 zgjedhor dhe të cilët kishin efekt për Venicën dhe Koçovën, të cilën temë kemi prek këtu në kostumin tuaj. Po ju kujtohet sjellja e ministreshës për arsim që i thot kryetarit to se fol më shkurt se unë nuk e di gjuhën shqipe, kupton, me një arrogancë dhe sjellje të tillë, pra ato në fakt tentojnë më tepër të ngjallin urrëqe që nuk është mirë. Politikanit, jo vetëm politikan, po udhëheqës e institucioneve, po ja zotëm krye prokurorin, kryetarin e gjykatës kushtetuese, duhet ta dinë rëndësinë e peshës së fjalës dhe pasojës së veprës. Edhe pozicionit ku ndodhet. Dakor, ne do të diskutojmë këtë temë zoti Sorçe. Ato nuk faktikisht me këtë sjellje arrogante, thash, në mungesë të rezultateve konkrete, ngjellin urrëqe dhe nëpërmjet urrëqes dëshirojnë të arrisin rejtingun te pjesa e Maqedonase. Sipas jush me imbulu mungesën e rezultateve. Absolutisht, po çfarë si arsyetoni ju sjelljen e sotme ndaj jo vetëm ndaj zotit Rexhepi,
Po edhe ndaj me, shpesher, sjell në mënyrë arrogante, dhe normalisht, kur jam kundër përgjigjur, faktikisht s'ka pas hapësirë të përgjigjet ma. S'ka pas çfarë përgjigjet je, po nuk i ngjan një kryeministri. Ne si opozit kemi drejt legjitime të shtrojmë temat, të bisedojmë për fakte, të kritikojmë qeverinë. Pra, fundi të opozita është korrektore e qeverisë, dhe duhet të ketë edhe durim, pra në të kaluarën. Sepse i shërben edhe qeverisë, po. Do t'i diskutojmë këtë tema veçevesh, po le të ngelim tek Aleanca për Shqiptarët. Me që është në proces të strukturimit, për tani keni një kryesi teknike, një këshill organizativ, me cilin u thesh pra zoti Valbon Limani. Me gjitha të ju, zoti Snopçe, a keni ambicje për të kandiduar për kryetar partije? Dëgjoni, unë për momentin nuk kam ambicje për të kandiduar për kryetar partije, po ne mendojmë që zoti Taravari duhet të shfrytëzon të drejtën e tij statutare të partisë për të kandiduar për s'dyti herë. Sipas statutit. Po, keni të përcaktuar në nën vetëm 2 mandate. 2 mandate, mandata e dytë duhet të vazhdohet me zotin Taravari, kështu që ne kemi pas një ideologji, një veprimtari, një mundësi, një matricë të menduarit, pra kemi kalu në për faza të vështira partijake, pra nuk është kollaj për shembull partia të kalon në faza ku do të goditet nga të gjitha anët. Pra, goditje ndaj Aleancës për Shqiptarët dhe ndaj zotit Taravari, po të gjithë eksponenteve, edhe ndaj nesh, kuptoni, kanë qenë, do me thënë, pa machmet, pa mas, asnjëherë s'ka ndodhur diçka të tillë. Mirë, po dhe ju nuk keni qëndruar duar kryq. Nuk është kursyer asnjë arsenal, asnjë mjet, pra duke nisur prej profileve të rreshme, ose fake profileve që quhen, duke nisur prej shërbimeve shtetit, duke vazhduar me VMRO DPMN, duke vazhduar me eksponentë të vlenit të cilët kryesisht pa arsye kanë dhënë argumente inekzistente. Pra, faktikisht ato kanë bërë çmos të shtrojnë një të vërtet, pra dhe të përdorin fakte të pa ekzistuese për të mbuluar me kokëforci të vërtetën e tyre dhe për të mshehur vërtetën e vërtet. Normalisht, duke mos tentuar të shohin vërtetën e vërtet. Pra, ato silleshin si ato njerëz me fash përpara syve, dhe ti çka qoftë të bëjshit nuk shihnin përpara. Shihni, këtë qasje e kishte edhe Mickovski në para 2-3 javësh. Mickovski del me akuza për shembull ndaj Arben Taravarit dhe ndaj Aleancës për Shqiptarët për një aferë themi korruptive që ka bërë një drejtor i emëruar themi nga Aleanca për Shqiptarët në një prej spitaleve më duket. Kupton, do thotë prej parlamenti. Po, sepse ka qenë antar i juaj. Po si mundet ai? Shihet çfarë logjike ka ai? Shihet çfarë logjike ka. Ai ka logjik fëminore. Se fëminore, për shkak se, sipas atij, Arben Taravari dhe Aleanca për Shqiptarët pas ka qenë fajtor për një aferë që ka bërë një person i propozuar nga Aleanca për Shqiptarët. Po jabe, a kishim atë drejtorin e inspektoratit për bujqësi? Po me fondet i part. 50.000 euro, është burgos, bile ka qenë sebeb për ndalesën e projektit i part 3 me vlerë 130 milion euro që ju blokua, edhe është pse unë t'i them kryeministit të je fajtor. Ja, ku bëhet fjalë për raste të izoluara sa. Po mirë dhe, domethënë para më çfarë logjike. Pse e përmendat? E përmend që të krijoje lajm. Sepse në polemika me ju ngjashëm zoti Nikollovski ju akuzoi edhe për një rast të montuar që bën pjesë edhe Aleanca për Shqiptarët, në fakt pastaj ju në kundërpërgjigje përmendet edhe 5 ton. Normalisht, akuzat e këtyre ngjan ato si puna e ative që thonë ai burgoset për qevapa, si ka hangër 3-4 qevapa. Fshefta sa nga atëri fshehin ato skandalet e mëdha. Pra nuk përgjigje, po 5 ton marihuane kalon prej kufirit. Pse nuk e burgoset tash drejtorin e doganave? Po 5 ton marihuane nuk ka nevojë ty, 5 ton marihuane sun hikish prej erës së asaj marihuane, atë sasi e madhe, këto kalon prej kufirit. Pra, domethënë, paramendoj çfarë qasje kanë. Ose Izet Mexhiti, del me dezinformat. Po për çështje të licencave. Po licencave, Arben Taravari ka sqaruar, po. Okej, seriozisht ka sqaruar, po tha. Zoti Taravari ka sqaruar këtu. Izet Mexhiti dha publikisht, po ne dulëm jo se s'ka dhën, po Arben Taravari ka pezullu, ka shkëlqyzuar licenca. E tash normalisht kur del një informat tillë, qëllimi është i propagandës negative, qëllimi është nxitja e qytetarëve. Pra nxitja e problemit, hudhja e një nxitje, domethënë pa argumente dhe pa fakte, domethënë flasin me shpifje të llojeve të ndryshme. Normalisht, ato dëshirojnë të defokusojnë, thash edhe kjo vlen edhe për Blenin, në mungesë të rezultateve, merren me çështje inekzistente,
Dakor, ne mbesim sërish tek Aleanca për Shqiptarët. Ju thatë që nuk keni ambicje tani për qenë kryetar partije, megjithatë nëse zgjedhjet e parakoshme do të mbaheshin brenda këtij vitit, Aleanca për Shqiptarët, kështu si është sot, a do të garoni e vetme në zgjedhje? Shini, ka kapacitete, sepse u krijua në realitet me largimet e fundit që ka pasur nga Aleanca për Shqiptarët, ku dhanë dorëheqje 2 sekretarët, edhe ai organizativ edhe ai general, u krijua një përshtypje në opinion që Aleanca për Shqiptarët e udhëhequr nga zoti Taravari ka filluar të shpërbahet. Edhe kjo është në një qasje dhe një tentativ prej kundërshtarëve politik që të lansojnë lajme për gjëra se dobësimin e Aleancës për Shqiptarët. Ku thuani ju dorëheqje, faktikisht këto hapa u morën pasi ne e formuam Këshillin për organizimin e kongresit. Pra, nuk ishin dorëheqje në momentin që ushtronin funksionit, sepse kryesia qendrore e Aleancës për Shqiptarët ishte në dorëheqje. Po. Dakord. E tash normalisht kur ti bën një veprim të tillë dhe shkon në ristrukturim të partisë, atëherë nuk mund të themi se organet partijake kanë qenë ekzistuese. Mirë, po nuk mund të themi që edhe këta figura janë sëri akoma në Aleancë, sepse njëri prej tyre në fakt unë përmenda vetëm 2 figura, po është edhe zoti Flakron Bexheti, i cili tashmë është në krahun krejtësisht tjetër. Po, është e vërtet. Do të thonë ardhje dhe dalje çdo herë ka pasur dhe të ketë. Aleanca për Shqiptarët është një parti e strukturuar mirë, unë thash pavarësisht goditjeve pa precedent, goditjeve me gjithë arsenalin që kanë pasur në disponim, për shkak se epiqendra e goditjeve ka qenë Aleanca për Shqiptarët dhe Arben Taravari. Pra, Vleni më shumë është marrë me Arben Taravarin dhe Mickoski më shumë është marrë me Arben Taravarin sesa me pjesën tjetër të opozitës shqiptare. Kjo është fakt. Gjithë ato goditje për shkak se ato nuk mund të kapërdinin këtë vendimin e Arben Taravarit, sepse Arben Taravari ishte arsyeja dhe Aleanca për Shqiptarët që të del në mejdan e vërteta e funksionimit të raporteve Vlen-VMRO. Pra, e vërteta se shqiptarët faktikisht janë vetëm pjesëmarrës në qeveri, pa fuqi vendimarrëse. Ndoshta për shkak të qëndrimit gjatë kohën e opozit, keni krejtësisht retorik opozitare. Tani unë po ju pyes për kapacitetet poseduese të Aleancës për Shqiptarët, ju po zhvendosni diskutimin në kritika ndaj pushtetit. Ne do të diskutojmë edhe për pushtetin veçvetë. Unë po pyes shumë qartë, a ka kapacitet dhe potencial Aleanca për Shqiptarët nëse nesër do të mbaheshin zgjedhjet e parakoshme të garojë vetëm kështu si është? Po normalisht se ka, shive në zgjedhjet e përsëritura. Në zgjedhjet e përsëritura në Gosevar Rapqish, si ishte rezultati? Mirë, po nuk ishte vetëm. Po rregull dhe? Po, ishte rezultati në favorin tuaj. Po edhe në vende tjera s'kemi qenë vetëm. Pra, faktikisht edhe në komuna tjera, edhe BDI s'ka qenë e vetme. Kupton, ka qenë bashkë me ne. Bile ka qenë edhe me Zjadin Selan. Në Gosevar dhe Vrapqish ne ishim edhe pas Zjadin Selan. Zjadin Sela u shtërhoq prej Akit, në Vrapqish ishte kandidati Zjadin Selas, që bëri koalicion me Vlenin. A si ishte rezultati? Dini, mbi 10.000 votë është dallimi Aki me Vlen plus VMRO. Pra, Aki ka shi Vlen VMRO bashkarisht. Bi 10.000 votë dallimi vetëm Gosevar Vrapqish. Ne vërtet kemi qenë bashkë me BDI-n, po kjo a nuk është një dëshmi për kapacitetin e Aleancës për shqiptarët? A doli Mickoski prej foltorës të thotë ke vidi me koj ke pobedi vë Gosevar Vrapqish? Kur mu përgjigj mua? Doli. Po. Çfarë mesazh do të jep zoti Mickoski? Do të jep mesazh gjithëve, unë jam, derisa unë jam aty, nuk ka shansa të fiton Aleanca për shqiptarët, respektivisht Aki në Gosevar Vrapqish. Se unë qëndrojmë bas. Ai mendoj se Gosevar Vrapqish është Bërvenica. Të besuarit e qeverisë. Po, ai mendoj se është Bërvenica, ai mendoj se Struga është, kupton? Normalisht Strug VMRO dha më shumë vota për kandidatin e Pavau se sa Vleni. Në listat për këshilltar ashtu është, po. Po, mendoj se ne jemi këçof, ha? Pra si dha, u kanos donte të japim mesazh. Bile bën çmos. E thyen edhe ligjin. Pra, zgjedhjet e parakoshme, zgjedhjet e përsëritura duhet të mbahen para vitit 3 sipas ligjit në afati 60 ditor. Pse nuk e mbajtën para vitit 3? Sepse u friksuan prej Mërgatës. Për këtë ka përgjegjësi zoti Gashi, si kryetari i kuvendit, po. Po të ishte Mërgata, unë çova kërkesë gjithëve. E keni thonë edhe nga kjo studio, po të ishte Mërgata, jo 10.000, 20.000 do ishte dallimi. Pra, imagjinoni, ato friksuan edhe për Mërgatës. E Mërgatën s'u ne shantazhosh. Ato që friksojnë prej Mërgatës dëshmon që friksojnë prej realitetit. Mërgata nuk shantazhohet. Mërgata voton
ashtu si mirë, po edhe qytetet tjera kanë mërgat. Zoti Snom që mërgata nuk është lokalizuar vetëm Gostivare. Keni të drejtë, po në Gostivar duhet ligjërisht zgjedhjet të mbahen më së vonti deri 28 dhjetor, ditën kur ishin zgjedhjet në Kosovë. Më së vonti. Pro e bën çka bën, e shtyn për 11 janar. Plus unë përsëri jam jurist tash, mos komentojmë çështje juridike, por edhe ekspertët juridikë kanë komentuar se në zgjedhjet e përsëritura nuk duhet të ndryshojnë kandidatët. Përsëri bën tentativë duke ndryshuar kandidatët të ndikojnë në rezultat, por përsëri rezultati nuk ndryshon. Dakor? Pra vetëm Gostivar dhe Rapqish, dallimi është mbi 10.000 vota. Aki Kashi vlen në koalicion me VMRO DPMN. Vetëm VMRO DPMN në Gostivar ka pas 6.900 vota për këshilltar. Mos haro? Po. Ha? Vedosh, kjo nuk e tregon forcën e aleancës për shqiptarët? Nuk e tregon. Dakor, ju e thoni edhe. Pra, jo është shumë qartë, unë e mora përgjigjen, besoj që edhe audienca e ka kuptuar qartë dhe drejt. Zoti Snomçe, a i njihni ju miqt e zotit Taravarit që i ka në Akademinë e Shkencave dhe Arteve në Beograd? Sepse mbrëm, zoti Sela tha që zoti Taravari kam kuptuar që ka miq në Akademinë e Shkencave dhe Arteve në Beograd. Jo vetëm në Beograd. Zoti Taravari njeh kolegë të vetin që janë akademik, unë se kam dëgjuar zoti Sela që ka thënë mbrëm, edhe në Kroaci, në Zagreb, edhe në Sloveni, më duket Maribor, jo në Ljubljan, por për Maribori, sepse ai është mjek, profesor universitar. Arben Taravari është profesor universitar, edhe unë jam profesor universitar, vetëm ta përfundoj. Po. Edhe si profesor universitar, Arben Taravari ka qëndruar disa herë përpara se të jetë lideri i Aleancës për shqiptarët, sepse Arben Taravari është mjek i njohur, është një ndër neurologët, mëse ndoshta neurologu më i njohur në Maqedoninë e Veriut. Një neurolog që njeh me të madhe Kosova, e njeh Shqipëria e kështu me radhë, mos flasim për shokët akademik në Shqipëri, dhe Arben Taravari normalisht ka qëndruar për unë se e di. Pra kjo është moti tash, jam i papërgatitur për këtë pyetje, por unë se e di sepse e kam mik të ngushtë Taravarin, është shok i vjetër, dhe për shembull këto informacione di prej muhabeteve tona private. Dakor. Se di çka ka thënë zoti Sela ditën e gjeshme, por Arben Taravari për shembull ka qenë për një ekspertizë në Beograd. Edhe shefi i repartit neurologjik në klinikën e Beogradit ka qenë, mos më mbani për fjalë, po më duket se Kostić, i cili ka qenë antari Akademisë Shkencave të Arteve të Shqipërisë. Mbase në këtë ka lutuar. Njësoj Arben Taravari ka qenë në Sloveni, edhe atë 2 herë për një specializim. Jo specializim, për një përsosmëri në fushën e neurologjisë. Tash nuk e di, nuk jam unë mjek. Po. Edhe ka bashkëpunu edhe me neurolog të njohur nga Slovenia, të cilët kanë qenë antar të Akademisë, sa e di unë. Pra, njësoj ka qenë edhe në Kroaci. Mos flasim për raportet që ka me shtetet shqiptare, me Shqipërinë dhe Kosovën. Sigurisht. Po Arben Taravari jo vetëm. Arben Taravari posaçërisht para se të mirret me aktivitet politik, ka marrë pjesë në simpoziume dhe konferenca ndërkombëtare të nivelit më elitar në shtetet ndryshme të botës. Megjithatë këto sigurisht figurojnë në CV-n e zotit Taravari. Dhe këto janë të pashmangshme, sikurse unë që kam miq prej nacionalitetet ndryshme, matematicien prej gjithë botës. Po. Për shembull, një ndër matematicianët kryesor në Turqi që është, unë e kam mik të ngushtë. Dakor. Një ndër matematicianët kryesor që është në Gjermani, e kam takuar disa herë dhe komunikojmë. Bertoldi. Megjithatë, po. Mos flasim, domethënë vërdisht, shkenca dhe puna si profesor në universitet të mundsojnë të zgjerrësh linjet bashkëpunuese me shkenca s'ka nacionalitet. Të mundsojnë, mirë, po nuk është se të obligojnë për të krijuar raporte miqësore, zoti Snomçe. Megjithatë. Kolegjiale janë, tash kolegjiale, tash nuk e di çfarë konotacioni ka thënë zoti Sela. Po atë informacion që e di unë, sepse zoti Sela dhe zoti Taravari kanë qenë miq të ngushtë. Po. Edhe normalisht, sigurisht, sikurse unë si miku i Taravarit i di këto informacione, edhe zoti Sela si mik i Taravarit në biseda private i din këto informacione, dhe nuk është etike dhe morale ndaj zotit Sela nëse e ka keq përdor një informacion miqësor për qëllime politike,
si që ka thënë ai nëse ka thënë, se kam dëgjuar. Po, kështu e ka thënë fiks. Po, edhe natyrisht. Po, këto informatat e zotit Sela prej muhabeteve miqësore, se ato kanë një miq shumë gurt. Mirë, po nuk a e dëmton kështu zoti Taravarin me që e ka përdorur këtë informata, dëmtohet kështu. Si do dëmtohet? Po prandaj pse po e cilësoni keq përdorim? Po jo, tendenca se ju vetë fakti që gazetari më parashon një pyetje të tillë. Po, patjetër, a njihni ju miqt e zotit Taravarit që i ka në akademinë? Po unë e sqarova. Po, dakor, e qartë, ishte përgjigje e kompletuar. Kolegë janë që edhe unë kam shumë miq, mendoj miq jo, shumë kolegë ndërkombëtar të sferës matematikës. Arben Taravari shumë ka kolegë ndërkombëtar me të cilët ka bashkëpunuar normalisht për nevojat e të njerëzve. Po, ju kuptova çfarë. Arben Taravari sa njerëz ka shëruar. Ndoshta një pjesë të madhe të shqiptarëve të cilët janë shëruar fal intervenimit si mjek të Arben Taravarit kanë qenë me dijenim plotësuese që ka marrë ai në repartin neurologjik në Beograd për shembull, ose në Maribor, ose në Zagreb, ose Gjetiu. Shumë normal pra. Pa ka qenë e dobishme në aspektin profesional. Normal. Si janë raportet sot Aleanca për Shqiptarët dhe BDI? Në nivel vendi dhe me theks të veçantë në komunën e Gosivarit. Me BDI-n, faktikisht prej momentit ne që lidhëm marrëveshje për që në zgjedhjet lokale të dalim bashkë dhe formum beslidhjen Aleanca Kombëtare për Integrim, mendoj që marrëdhënia është shumë korrekte. Dhe kemi pas korrektësi, normalisht her pas here dikundi edhe ndoshta ka pasur probleme, ka pasur stërkëmbëze kështu me radhë, po mendoj se kemi funksionuar shumë në rregull dhe me kalimin e kohës aq më tepër pra vjen në shprehje domosdoshmëria dhe ajo rëndësia e atij koleksion që kemi bë. Pra shqiptarët me kalimin e kohës më shumë do binen se ka qenë një veprim domosdoshëm në momentin e pikërisht duke marrë parasysh gjendjen faktike shoqërore në këtë qytet. Dakor? Dhe ne në kuadër parlamentit kemi bashkëpunim solid, kemi shumë amandamente të cilët bashkërisht i kemi propozuar, kemi mbrojt bashkërisht, pra pavarësisht se nuk është formuar grupi parlamentar AKI, pra ne ende 3 deputetët tonë veprojmë si deputet të pavarur, por në përgjithësi nuk shoh se kemi ndonjë stërkëmbës, po normalisht ne jemi dy parti të ndryshme politike. Po, sepse ju me pyetjen paraprake po përmendet atë çështjen e shkrijes, më duket, ashtu thatë. Po më herët ishte. Po ne jemi dy parti politike të ndryshme, por kemi bashkëpunim, sigurisht që bashkëpunojmë për zgjedhjet lokale, sigurisht do të ketë tendencë për të marrë vesh. Atë nuk e kanë mohu as zoti Taravari, as zoti Ahmeti, që ky bashkëpunim minimumin duhet të zgjasë deri në minimumin nisje negociatave për antarësim në Unionin Evropian, respektivisht derisa të bëhen ndryshimet kushtetuese, se ato janë sinonime. I bie që gjatë kohë pas ka mesazh. Nuk e dim se gjatë kohë. Nëse e keni këtë parametër, ndryshimet kushtetuese duket që janë larg, këtë ka pohu edhe vetë kryeministri i vendit. Do të thënë, nëse shive, thosh muhabetet dhe fjalit që thot kryeministri i vendit është çështje tjetër, kupton se këtu shumë fjali thuhen, por pastaj ndryshon realiteti. Po minimumi unë mendoj deri në zgjedhjet e dashme parlamentare, po normalisht, për shkak se dy parti të ndryshme politike, duhet të ketë marrëveshje edhe sigurisht që patëm marrëveshje për zgjedhjet lokale. Dakor, si do t'i ndajmë listën e këshilltarëve, si do të ndajmë kandidatët për kryetare kështu me radhë, edhe këtu besoj se zoti Taravari dhe zoti Ahmeti nuk do ketë problem të mirën vesh aq më tepër që prioriteti të dyve, pra nuk është shumë e shumë sa e shoh unë, për shembull imëcira, se këto janë sigurisht imëcira, por prioriteti tyre është ajo pasyra globale dhe pozita e shqiptarëve në shtet që ne mendojmë se për momentin është shumë rrezikuar, stër rrezikuar, sepse lehtë është për shembull të hiqet një e drejtë, lehtë është të bëhet interpretimi diçka që nuk është e vërtet në favor të dikujt apo disfavor të dikujt, por pastaj vështirë është të kthehet normaliteti. Normal. Prandaj ka shumë prioritete. Mirë, ju megjithatë i cilësuat si imëcina këto çështje krahasim, pra përballë ngjarjeve botërore dhe pasqyrës më të gjerë, për liderët është normale, mirë po për qytetarët janë çështjet që edhe çështjet lokale janë të rëndësishme. Kanë kaluar 3 muaj nga përfundimi i zgjedhjeve lokale të përsëritura pra në komunën e Gosivarit, për cilat folet edhe ju. 3 muaj bashkëqeverisje me BDI në Gosivar. Si po shkon bashkëpunimi atje? Me që ju vini edhe prej Gosivarit, e dini më mirë edhe situatën atje. Pra, kryetari i Këshillit është zoti Valde Xhaferi, pra bartësi i listës, kandidati Bashkimit Demokratik për Integrim. Unë se e di se raporti Këshill dhe kryetar komune
është në nivelin e duhur. Pra, nuk ka një farë problemi bashkëpunim kryetar. Nuk ka problem. Po, normalisht. Ka do me thëmë problem. Jo, problem nuk ka. Nuk ka, po problemi është që normal ka disa instanca, në disa sektor ose si ta quajmë, ndërmarrje po. E kështu me radhë, të cilët kanë drejtor. Dhe normalisht një kryetar komune, po sëqysh nuk flasim për punësime të thjeshta, mos më keq kuptojnë. Jo shumë e qartë, po. Qytetarët, po duhet të ketë personalitete me cilët do bashkëpunon, me cilët do ketë besim, kupton ose shef të ndonjë sektori ose drejtori i ndërmarrjes publike. Jo, përpos besimit, mbase zoti Limani ka thënë ka këtu duhet kriteret profesionale, se po. Unë sa e di, pra do me thënë, janë ullë grupet punuese, edhe faktikisht së shpeti dhe ketë marrëveshje edhe për ndarje të përbashkët edhe të tyre sektorve. Sepse informata jo zyrtare qarkullojnë se ka problem në ndarjen e ndërmarrjeve në komunën e Gocivarit mes BDI-s dhe Aleancës për Shqiptarët. Se është puna problem. Sikur se për shembull kur ndahet qeveria ti ke për shembull dhe marrësh transportin dhe marrësh arsimin. Për shembull ti mund të jesh një parti politike, parafrazoj kështu. Ti kërkon transportin, po edhe unë e dua transportin. Po duhet pajtohemi që njëri e merr transportin, nuk mund ta marrin të dy. Sepse nuk mund ta marrin, edhe pse vlenin po e marrin dy lider. Megjithatë të cila ndërmarrje ka ngec problemi zoti Snopçe? Për cilën ndërmarrje bëhet fjalë që është të drejtën, sipas informacioneve të mia nuk është problemi ndërmarrja. Jo, janë disa ndërmarrje, emrimi i drejtorëve në ato ndërmarrje. Nuk është problemi ndërmarrje, për ndërmarrje. Edhe në shkolla, edhe në shkolla nuk është problemi, kupton ose jo? Sepse edhe shkollat janë pjesë. Mendoj se më tepër pa kjo do formalizohet. Mendoj që më tepër aspekt formal është. Nuk mendoj se unë se sipas informacioneve të mia nuk ka kushtet çfarë problemi. Se shkollat nuk janë problem, sipas informacioneve të mia tash mos jap ndonjë. Jo, se ju e dini edhe më mirë situatën, e që se vini nga qytet. Ndërmarrjet publike nuk janë problem sa e di unë. Tash faktikisht po më merr mend se zoti Limani me zotin Xhaferi deri në fund të kësaj jave për fillimin e javës së ardhshme. Jeni optimist se kjo nuk do të ndikojë në prishjen e raporteve? Jo, nuk ka çfarë raporte, s'ka prishje të raporteve, mendoj në Gostivar, nuk shoh asnjë arsye, nuk mund ndodhe, dakor. Po normal tash, se mund të ketë, pra në herën e parë që e ul dhe herën e dytë që e ul, për shembull, mund të ketë mos lëshim po normalisht kompromisi do bëhet që kompromisi është patjetërsueshëm, mendoj unë. Që të gjendet një zgjidhje. Dakor. Tani e lëm Aleancën për Shqiptarët dhe komunët, kalojmë në kuvent nga ku vini mbase edhe sot ju. Çështja e kryetarit të kuvendit, deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim, zoti Bexheti, ngriti një shqetësim që mesazhet nga kryetari i kuvendit nuk vinë në gjuhën shqipe. Tani vlerësimi juaj si deputet, si e vlerësoni rolin e kryetarit të kuvendit, pra zotit Gashi? E bën punën e tij në kornizat të legjislacionit dhe obligimeve të veta dhe mesazhet si vinë te ju zoti Snopçe, vinë në gjuhën shqipe apo vetëm në gjuhën maqedonase? Shive, në kuvend, po. Tash mesazhet, ku ta di mesazhet, po do them shpeshherë ndodhen që materialet dhe oficiale të mos jenë përkthyer në shqip. Edhe pse zoti Gashi nuk besoj që e bën atë qëllimisht, zoti Gashi sa e di unë është interesuar për shembull dhe angazhohet që çdo herë të përkthehen. Kuptoni ose jo, po ndodhen edhe për komisione, shpesh ndodhen që nisën komisioni, materialet janë vetëm maqedonisht, ndonjë deputet i opozitës reagon, kërkon pauzë derisa të njëjtat përkthehen në shqip. Pra, gjuha shqipe është e vërtet, unë kam thënë edhe më para, në kuvendin e Maqedonisë nuk është risi. Pra, më tepër ngjan si gjuhë e përkthyer sa gjuhë oficiale. Shpeshherë më ka ndodhur rast kur kam qenë koordinator i grupit parlamentar të Vlenit që deputetët e koordinatorët të Maqedonas, të VMRO-s dhe të Levicës, të reagojnë dhe mos kenë durim, pra të kenë averzion ndaj gjuhës shqipe. Pra, ne kur çonim materiale për shembull, fjala vjen një kolon është maqedonisht, një kolon është shqip, dakor? Ato edhe atë e rezistonin. Kërkonin të pranojnë materialet vetëm në maqedonisht. Bile unë kam reagu në mënyrë ashpër çfarë pengon gjuha shqipe, po kush ju çon juve të lexoni shqip, mos lexoni. Lexoni vetëm kolon maqedonisht. Dhe tash se e di unë, materialet aty dërgohen vetëm maqedonisht. Po normalisht ne kur korrespondojmë me kuvendin, ne pra faktikisht e shënojmë shqip dhe normalisht zakonisht ne vetë përkthejmë që mos ketë telashe me përkthimin, e bëjmë edhe versionin maqedonisht që ta dërgojmë në dy gjuhë. Po ne ndoshta nuk kemi obligim
Shvedash, ja unë kam marrë sot në pyetje deputetësh, unë kam marrë përgjigje nga Ministresha për Arsim. Dakord? Po. Po përgjigje është vetëm gjuhën maqedonas. Okej, unë e njoh maqedonishtën, nuk është problem tash, unë nuk ankohem për atë, po tash nëse Ministresha e Arsimit jep deklarata publike në drejtimin që e thash paraprakish. Po. Pra, thash, politikani në asnjë mënyrë nuk duhet të ngjellë urrëqe, duhet të ketë kujdes për peshën e fjalës dhe pasojën e veprës që ka. Dakor? Edhe ajo kur thot në mes të tetovës, ka dalë se unë nuk e di gjuhën shqipe, ka dalë, ose kur thot edhe ajo, edhe sot kryeministri nga foltoria, si tha, gjuha maqedonas është gjuhë zyrtare dhe qytetarët duhet të dinë maqedonishtën. Harron, njësoj sikur sekretari i gjykatës kushtetuese. Harron se sipas kushtetutës edhe gjuha shqipe është zyrtare. Është e vërtetë se nuk definohet si gjuhë shqipe, definohet si gjuhë 20%, por nuk kuptohet se është gjuhë shqipe. Me automatizëm. Tashi, pikërisht ajo Ministresha për Arsim, më përgjigjet vetëm, më jep përgjigje vetëm maqedonisht. E tash detyra e kujt është detyra e kujt është të jep përgjigje, të përkthen. Tash nuk e di se ajo e dërgon përgjigjen parlamentit. Mirë, po se keni bërë pyetjen ose kërkesën zoti Snapçe, në cilën gjuhë? Dëgjoj, sepse përgjigja vjen në gjuhën që parashtrohet kërkesa. Dëgjoj. Ne është e vërtetë që nëse e keni atë për aspektin që unë her pas here përdori maqedonishtën, po si e përdorin maqedonishtën, faktikisht fjalimin kryesor ose pyetjen kryesore unë çdo herë shqap shqip. Por kur më del kryeministri ose ministri për punë brendshme, ose ministri për transport, ose ministresha për arsim dhe jep përgjigje, unë kundër përgjigjen time shpesh herë ndodh që ti përgjigjem direkt maqedonisht, që të merr vesh në mënyrë origjinale. Sakt. Pra kur përgjigjesh në gjuhën origjinale, vjen në shprehje dhe emocioni, vjen në shprehje që ti jesh më bindës, dakor? Po parashtesën origjinale. Po të shkresat me shkrim, sepse në shkresat me shkrim nuk transmetohen emocionet. Sidoqoftë, domethënë, ja, mos respekt nga ana e saj. Pra ajo duhet të ditë se unë jam deputet shqiptar dhe sipas ligjit kam drejt që të pranoj përgjigjen në gjuhën shqipe. Nëse ajo s'ka përkthyes në Ministrinë e Punë, në Ministrinë e Arsimit, atëherë parlamenti duhet ta përkthen fillimisht dhe pastaj të më dërgon mua në dy gjuhë. Pra ka aspekte teknike, unë tash nuk do kisha akuzuar zotin Gashi, pra këto janë çështje administrative, po duhet ketë një rregull dhe një rregullore pune. Pra, zoti Gashi ndoshta duhet kërkohet prej administratës. Jo, nuk po akuzoni, po nuk besoj që do ta përgëzoni, se mbi të gjitha është përgjegjësia kryesore mbi. Ne kemi pas vërejtje se pjesën dërmuese në mandatit kaluar kemi qenë opozitë. Ne kemi pas vërejtje për përdorimin e gjuhës edhe në mandatin e kaluar. Tash kjo nuk është diçka e risi. E re, po. Po du them në aspekt parimor, gjuha shqipe edhe pse është zyrtare me ligj dhe me kushtetut, pra më tepër ngjan gjuhës së përkthyer dhe ka një tendencë për relativizimin e drejtës kushtetuese për përdorimin e gjuhës shqipe, të cilën e bëjnë edhe Ministresha për Arsimit, të cilën e bën edhe kryeministri fatkeqësisht sot e tha, pra e tha se gjuha zyrtare në Maqedoni është gjuha maqedonase, dhe ka një nen e relativizoi çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe. Po. E relativizoi, domethënë është më pak e rëndësishme, po. Njësoj bëni kryetari i gjykatës kushtetuese? Po. Ne mundohemi të përgjigjemi, sot e bëri zoti Rexhepi, u përgjigj. Po, kryeministrit. Ne i përgjigjemi, po fatkeqësisht ato që duhet të kërkojnë llogari dhe të kërkojnë përgjigje dhe thënie kujdes. Nuk shkojmë kështu punët, përveçse se vlenin janë në heshtje. Po heshte. Kjo është fatkeqësia. Ju megjithatë ju zoti Snom që jeni në mesin e deputetëve më aktiv nga bloku shqiptar, mbas edhe në blokun tjetër, keni reaguar edhe kundër deklaratës së zotit Darko Kostadinovski, kryetarit të gjykatës kushtetuese, i cili pra tha qartë, nëse bëhet fjalë për vendosje të badenterit në gjykatën kushtetuese, më mirë të mbyllet ky institucion. Se komentoni këtë? Po s'ka si ta komentojsh, ato janë deklarata përbuse. Sepse ju, po, në fjalimin tuaj në kuvend tha që e ngatëron pozicionin, sillet sikur se të jetë politikan. Do të them faktikisht, absolutisht, prandaj thash, ne jemi në krizë në këtë shoqëri, Abedin. Pra përveç krizës ekonomike dhe energjetike që janë aktuale, ekonomike çdo herë ka qenë, po tash jemi krizë energjetike që janë aktuale. Ne kemi edhe krizë morali, kemi krizë karakteri, kemi krizë të menduarit. Obedin, kur them krizë morali, pra, edhin çfarë, si definohet immoraliteti politik? Immoraliteti politik definohet mungesa e vullnetit të marrish hapat adekuate në momentin adekuat. Pra, jo mungesë e dijes. Ato kanë dije dhe e dinë si mund zgjidhen problemet, pra edhe marrjen e masave
për zbutjen e krizës për shembull, ose masave tjera, ose në raporte internacionale, po qëllimisht krijon problem. S'kan vullnet të bëjnë hapa të mirëfillta dhe krijojnë problem. Dhe kjo definohet si imoralitet politik. Pra, ti ke dije, e din si ta zgjidhish, po qëllimisht s'ke vullnet. Pse? Për interesit e rejtingut, për interesit partijaga, sikurse që tha sot Mickovski me atë arrogancën e tij. Pra, vetëm para vetuesve vet, ta mbajë artificialisht rejtingun si anti-shqiptar, dakord? Pra, imoralitet. Ne kemi krizë të menduarit dhe krizë të karakterit. Pra, kjo që thot, jo vetëm se ne e dim çfarë deklaronte ministri i Arsimit, çfarë deklaroi ministri i drejtësisë për provimin e jurisprudencës. Po këto deklarata janë qesharakeve. Po çka deklaron për shembull, zëvendës ministri për punë breshme thotë se SMS porosit do dërgohen në Shqip. Zëvendës kryeministri Fetaj tha prej shkurtit do dërgohen. Ministri punëve breshme thotë po do bëjmë të dërgohen, del kryetari i gjykatës kushtetuese tash thotë jo, vetëm në anglisht edhe. Po çka është qëllimi? Pra, kjo është krizë e menduarit dhe krizë karakterit të ndjellin mlef, urrëqe, nuk është rregull. Po ti, pranë tash, dy gjëra janë të krahasueshme, Abedin në bazë të një tipari. Gjykimi politik thashë dhe gjykimi juridik në asnjë mënyrë nuk janë të krahasueshme. Dhe kryetari i gjykatës kushtetuese në asnjë mënyrë nuk i lejohet të jep gjykime politikeve, të jep kryetari i gjykatës kushtetuese. Atë kërkohet edhe për prokurorit të ri. Ai duhet të kujdeset një ligj, a është në bazë të kushtetuesës apo jo. Ai nuk jep interpretime për autenticitetin e ligjeve. Pra, unë pranet thash parlament, kupton, po kush je tibe në bazë të cilit nën të kushtetutës më komenton se një ligj që ka burim i kaosit politik juridik. Si mundet? Ti të më thush se një çështu është puna të përgjigjesh gazetarit kur ke sjell një ligj të ri, një ligj të keq, m'fal. Po kush je ti? Ti duhet të gjykosh a është në bazë të kushtetutës apo jo. Ne kemi me qindra ligje, ndoshta mirë ligje të cilat janë të këqija, por në fakt nuk janë kundër kushtetutës. Nga i vjen imuniteti këtij kryetarit. Po nuk e di, ose për shembull për SMS porosit anglisht, sepse pas ka qytetar anglez, po të huaj, po paramendo, Safe City nuk është për qytetarët e huaj? Jo, nuk është, nuk i evidenton fare. Safe City evidenton vetëm ato ne që bëjmë regjistrimin. Vendasjemi, sepse lojmë numrat. Pra që amator, a jep deklaratë amatorske, pastaj për të mend kalin aty, kupton ose jo? Po. Ato që pas kanë vetura duhet të kenë email edhe celular, në bazë të cilit ne më thuaj këtë. Pra, në shërbim të kujt është dhe kjo e fundit Badinter. Po Badinter, mekanizmi Badinter është patjetërsueshëm gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese nuk mund sjellë vendime me bivotim. Shqiptarët votojnë ndryshe, maqedonisët votojnë ndryshe. Ja është në bazë të kushtetuesës, ja jo. Nuk mundet për shqiptarët të jetë kundër kushtetuese, për maqedonisët në bazë të kushtetuesës. Ku ka logjik? Prandaj ky do jetë problem nëse vazhdojmë me këtë mentalitet. Dhe ky person duhet patjetër të jep dorëheqje. Jo të jetë kryetari i gjykatës kushtetuese. Ky person me këtë qasje, me këto deklarata nuk duhet të udhëheqë asnjëfarë instancë. E fatkeqësisht nuk ka reagim. Ju kujtohet Mickovski kur me shpejtësi reagoi për vendimin e gjykatës kushtetuese, kur solli vendim që metodologjia e ndarjes qytetarëve në rezident dhe jo rezident është gjë kushtetuese. Dakor? Kur mi parashtrova pyetje Mickovskit, e tash, a do ta kthejmë numrin e këshilltarëve? Se kjo ishte një vendim anti-shqiptar. Që bleni asnjë s'ka reaguar. Tha, ne, qeveria nuk është e obliguar, tha, të zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Hajdeve. Po pse nuk del tash Mickovski ta kritikon për to deklaratat politike? Prandaj them, se shive, kjo është një çështje interesante, rezident dhe jo rezident. Po sepse kjo ndodhi nga viti 2021, kur ndodhi regjistrimi i popullsisë. Jo. Po, vendimi i qeverisë ishte në vitin 2024. Dakor, mirë, po grafat rezident dhe jo rezident për herë parë u futën për dënim në regjistrimin e popullsisë. Dakor, po gjykata kushtetuese tha se solli vendim se metodologjia ndarje rezident dhe rezident jo kushtetuese. Edhe atëherë nuk mund ta heqish ti mërgatën për përcaktimin e numrit këshilltarëve. Dakor, nuk mund ta heqish. Jo, absolutisht, sepse edhe mërgata është. Po vetëm në heshje janë, kupton, se prandaj këto vlenë jo vetëm. Po duhesh të për Safe City-n merresh. Për Safe City-n. Ne duhesh të vijë dita e votimit ta dim qëndrimin e vlenit. S'kishin qëndrim be? Mos flasim për buxhetin, do të kemi fol, kupton, asnjë amandament, kishin një amandament për Nën Terezën, universitetin dhe të Rroçën. Edhe është bëjnë gur themela që Nën Tereza. Po pikërisht kishim pyetje edhe për këtë që u hodh gur themeli atje. Jeni optimist se ky projekt? Po si, tash okay, tash të lejmë optimizmin. Një projekt realizohet me parë, me financa. Po. Prandaj tash vleni kishte amandament për ikjen e financave e tërhoqën amandamentin. Me urdhën e kujt nuk e di. Sepse vetëm 1 milion euro nga propozim buxheti. 900.000 euro, nuk janë 1 milion, 900.000 euro. Nga propozim buxheti për këtë vit, po. Ajo është komplet. Edhe kemi pyet, a thuhet deri 2029 duhet
finalizohet. 900.000 euro janë kumulative për gjithë, jo vetëm për projektin. Ato janë vetëm 2.5% të komplet vlerës së projektit. Prorektori për financa ka thënë që pritet në rishikimin e buxhetit, në ribalancën e parë që do të bëhet, do të shtohet një shumë e madhe. Po nuk e di tash nëse pse e troqën amandamentin për ashtu të pyetje. E troqën amandamentin të vlenit. Nesër, ne kishim amandamente, po ne e dim se amandamentet tona nuk pranohen. Po kur ishte amandamenti i vlenit, ne menduam që ka një marrëveshje. Kush e dha urdhrin? Po se për shembull për korridorin 8. Po e dini me se del zëvendës ministrja për transport e citon ministrin për transport. Del zëvendës ministri i ri për arsim në emision të njëjtën e tha. Po thish tash nuk shkon deri në qafa e Thanës, pra ato deri në qafa e Thanës nëpërmjet strugës në qafë Thanë kufilin me Shqipërinë, për shkak se paska do vendet të UNESCO-s aty. Po vëmëroja Kërdiu bove me UNESCO në Ohër. Mafia urbane atje në Ohër bënin çmos me UNESCO-n asnjë se kishin gajle, tash UNESCO-ja që ka sebeb që mos shkoje në qafë Thanës deri në kufilin me Shqipërinë, nga ana tjetër këto e citojnë atë Nikolovskin. Për ligjin për arsim si përor, e keni pa, ka ndonjë qendrim, s'kan, vetëm e citojnë Ministreshën për arsim, ose ndonjëherë kryeministri. Po gjithë ato senate bën debate, gjithë ato propozime, gjithë ato vërejtje janë në eshje totale, unë s'di çfarë qendrimi kanë. Jo, edhe nga foltoria. Ose për jurisprudencën, po s'kishin guxim ta nënshkruajnë rezolutën që studentët shqiptarë të japin provimin në gjuhën shqipe. I ndrojnë deklaratat varësisht si i ndrojnë ato të VMRO-s. Fillimisht dolën, ka disa stërkëmbëza, disa paqartësi në ligj, që s'është e vërtet. Po, kur tha kryeministri, Mickoski tha, kryeministri tha, po, si në të shqiptarë kanë të drejtë, shpejtun të thojnë të njëjtën, kur e ndroi Mickoski deklaratën të nesërmen, s'pas kanë të drejtë, përsëri e ndrun. Imagjinoj sa çesharak janë. Pra, pa asnjë qëndrimi. Pra, as në arsim e citojnë Ministreshën, në transport e citojnë ministrin, në provimin jurisprudencës. Zoti Snop, që se zëvendës ministrat nuk kanë kompetenca, e ka thënë qartë zoti Kasami në një paraqitje publike. Vetë zoti Kasami ka deklaruar që zëvendës ministrat janë pa kur farë ndikimi. Këtë ka pëhuar rajt, do të nuk ka. Prandaj edhe qytetarët nuk befason sepse. Arben Fetaj kur e dha deklaratën nuk ishte zëvendës ministra, ishte zëvendës kryeministër. Po, edhe ministër, po. Edhe ministër, kur e dha deklaratën se prej shkurti SMS porosit të dërgojnë në gjuhën shqipe. Unë kam thënë edhe publikisht. Sepse, shive, unë e kam kritikuar edhe Mickoskin për jo konsistencën e tij. Pra, si thot Mickoski? Ai thot, unë i kam thot porosi me ndiqyrës për mos zbatimin e kushtetutës në lidhje me përdorimin e flajmëve për ditën e festës kombëtare, pra 28 nëntorit. Kujtohet? Dul të nesër me ndiqyra tha, kemi bë gabim, tha kërkoj falje dhe përmirësohet. Po kur i përshtroi Mickoskit pyetje pse nuk i çon SMS porosit tash ministrit punë mbrëmshme për mos zbatimin e gjuhës shqipe. Vetëm ditën e parë 40.000 herë keni thyp ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Dakor. Mickoski për jurisprudencën thot sot munden nesër me ndron deklaratën. Thot ne jemi për Evropë, nga ana tjetër prej foltore sot derisa unë jam kryeministër nuk do të kem ndryshime të kushtetuese. Po si? Kur bëhet fjalë për Bullgarinë, për deklaratat e ministrave bugar, qeveritarëve bugar i kritikon me vend normalisht. Por kur ishte deklarata e ministreshës serbe këtu në Maqedoni prej Kamë Kçollanin, që ishte deklaratë skandaloze, tha se kam dëgjuar. Imagjinoni arshin dyfisht. Kur bëhej fjalë për broritjet e tufosëve, thotë se kam dëgjuar, anti-shqiptare. Po edhe kur i ka dëgjuar nuk është se janë marrë masa këtë. Po. Thotë jemi përpara Shqipërisë, nga ana tjetër Shqipëria hapi klastrin e fundit, ne jemi në vend numër, jo në vend numër, jemi mbas. Pra arshin dyfisht. Ose kur doli me akuzën për shembull, thotë kur ishte lider i opozitës, thoshte se unë jetoj me rok profesori, ha? S'kam të ardhur atje. Po pastaj çfarë doli? Pastaj doli se paska biznesin në sektorin energjetik dhe fiton ka goxha. Kështu që jo konsistenca politike. Jo, të njëjtën kohë kur ka thënë që më mjafton rroga e profesorit, pastaj ka deklaruar që nuk varren prej rrogës. Ama kur ka bërë biznesin ai ka qenë profesor, pra deklarata e parë ka qenë e rreshme. S'ka qenë konsistente, pra dyshimi i deklaratave, që nuk është mirë. Ju, zoti Snop, që jeni shumë kritik ndaj kësaj legjislature, ndaj këtij pushteti, megjithatë ne jemi shoh në minutat e fundit. Keni pas dy ish bashkëpartiak dhe miq edhe zotin Fetaj dhe zotin Aliu. Si e komentoni pozicionin aktual të këtyre që janë në pushtet? Shihni tash, ne kemi bashkëpunuar. Zoti Aliun, jo vetëm mik në kuadër partisë, unë kam pas edhe mik koleg pune.
afër 2 dekada kemi qenë bashkë, kemi bashkëpunuar në sferën e shkencës dhe kështu me radhë. Unë asnjëherë nuk e arsyetoj veprimin e tyre, kuptoni ajo, sepse ato edhe po të kishin pasur të drejtë në atë kohë. Pra, normalisht ne kemi menduar se është dashur të dalim prej qeverie, dakord. Ato kanë menduar se duhet të vazhdohet në kuadër të qeverisjes, por normalisht edhe zoti Fetaj, edhe zoti Aliu faktikisht kanë qenë personalitete të cilët partia i kanë mbështetur. Pra shtëpia e tyre i kanë mbështetur, ka dhënë funksione, ka dhënë fuqi politike, ka dhënë peshë politike dhe ti për shembull nëse edhe politikisht nëse nuk pajtohesh, e drejta dhe moralisht ka qenë se në atë moment të tërhiqen nga politika, së paku të bëjnë një pauzë 7-8 muaj një vjeçare dhe pastaj të nisin me aktivitet politik. Po ti ta ndryshosh anën dhe ti mbash postet, faktikisht mendoj që nuk është në suaza të etikës normale politike. Po e veprun s'ka lidhje. Tash ato e veprun ashtu, po unë kam thënë edhe një parlament prej foltores, kur përsëri me kryeministin Mickovski kisha një debat, përndryshe normalisht ne nuk jemi në pozitë të bëjmë opozitë ndaj Vlenit, sepse ato janë inekzistent dhe nuk janë në duke totalisht. Pra nuk janë aty, nuk i shohim. Pra s'kemi si të bëjmë debat me ato. Pra bile ka ministrat aty me që asnjëherë nuk vinë në pyetje deputetësh për shembull. Prandaj ne bëjmë opozitën me VMRO-n. Pra me ministrat e VMRO-s, me Mickovskin, dhe në kuadër të një debati me Mickovskin kam thënë që në qeverinë tuaj keni ministra pa popull. Ministra dhe grupacion i cili grupacion nuk ka as dek, nuk ka as nëndek, nuk ka as përkrahas, pra më tepër kanë pushtetar, funksionar se sa përkrahas. Dhe thash, mund të ketë ndonjë grup në Viber ose WhatsApp në me cilët komunikojnë, pra thash, dhe varen prej vullnetit të një deputeteje. Ose tash 2 ndoshta me zotin Demiri. Demiri, po. Dhe thash, një gjenë aty me figurave vizatimor që ecin në ajër pa këmbë në tokë. Dhe kur ajo deputetja e kthen shpinën, kupton, rrëzohen në atë bëshllëkun dhe në humnerën e pajskajshëm. Dhe kështu ngjan edhe pozita e atyre për momentin në veprimtarinë politike. S'kam çfarë të komentoj ndryshe, kupton ose jo? Dhe për ta ato kanë pasur peshë derisa kanë qenë në shtëpinë tyre, në familjen e tyre. Mendoj që tash nuk besoj që kanë peshë politike, po koha do të tregoj se çfarë peshë politike dhe çfarë fuqie politike kanë. Ju keni bashkëpunuar edhe me liderët e koalicionit Vlen, ata ngjajshëm edhe ju besoj që jeni të informuar përmes mediumeve që janë në fazën finale të shkrirjes së këtij koalicionit. Besoni që Vleni një subjekt i shërben faktorit politik shqiptar? U bë bajat ky diskutimi në lidhje me bashkimin e Vlenit, edhe kjo është një kuadër të tendencave, ngjashëm bën Mickovski me arrogancën e tij. Këto bëjnë me atë temën bashkim që defokusojnë prej dështimeve dhe mos sukseseve. Ne kemi letargji totale, ne kemi një krizë të jashtëzakonshme ekonomike, një gjendje sociale par excellence katastrofale. Çmimet nëpër supermarketet, nëpër raftet e supermarketeve janë katastrofë të shtrenjtë që nuk e mbulon xhepi i qytetarëve të varfër. Çmimet e produkteve bazë shkojnë në skajshmëri, pra sot domatet 300 dinar, speca 300 dinar, domatet 200 dinar, më flasim për vajin, për shtrëngime të tjera. Domethënë, qytetarët ne pavarësisht se jemi shtet social, po me këto çmime nuk mund të jesh ti shtet social. Pra qytetarët janë në krizë të jashtëzakonshme. Prodhimtaria industriale ka rënë për 9.5%, investimet e huaja janë zvogëluar për 60%, 160.000 qytetarë marrin rrogë ndër nivelin e varfërisë. Rroga minimale nuk e mbulon as gjysmën e shportës konsumuese. Pra edhe këto ala mbyten, a do bashkohet Vleni, a nuk do bashkohet Vleni. Po lere më çfarë se çfarë të komentojmë bashkimin e Vlenit. Dakor. S'ka logjik, kupton, edhe e blen kohë, non stop blen kohë, për shkak të pafuqisë së tyre, thash, to janë ekspert për pjesëmarrje, janë bërë ekspert për pjesëmarrje. Në qeveri ka 2 lloj pjesë, pra ato që marrin pjesë dhe ato që marrin vendime. Këto vendimet blanko ja kanë lënë Mickovskit. Bile kanë nënshkruajtur, ti mund marrësh çfarë që vendimi, unë vetëm të jem aty afër pushtetit. Pra ato funksionojnë se do bateriat idealizmi tyre sa më afër pushtetit, aq më shpejt zbrazen, kupton ose jo, sa më shumë afrohen pushtet, idealizmi tyre zbrazet aq më shpejt. Pra idealizmi s'u ka ngela as pak idealizëm, thash janë ekspert për pjesëmarrje, marrin pjesë në për evenimente, në për
evenimente sportive, në hapje, në gurthemele, pra, në opera, në Ramazan, non-stop mirnin pjesë në për iftare, por nuk marrin pjesë në vendimarrje. Vendimarrjen e ka Mickoski dhe heshtje e tyre ndaj gjithçka dëshmon që ashtu veprojnë. Pra, mos kesh reagim ndaj kryetarit gjykatës kushtetuese, të votosh blanko gjithçka, mos kesh mendim për ligjin për arsim sipëror, kur universitetet reagojnë me të madhe, mos kesh mendime tjera, pra, edhe është a të bashkohen. Po çfarë duan të bëjmë vetë, të bashkohen, inshallah, nëse është për hajër të shqiptarëve, nëse është për interes të shqiptarëve një lider, uroj suksese, kupton, inshallah është për hajër. Shumë e qartë. Do të thënë që faleminderit shumë për kohën tuaj, ishte kënaqësi ju kemi në studio. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shikues të nderuar për vëmendjen tuaj dhe deri në takimet tona të radhës, mirëmbëjtje.